Që qendrën kulturore. Keni zotin me propagandu me kriju kaos, atë më ka mbyllur me qendrën kulturore. Ku është arsimi? Ku është tekniki? Ku është komunikimi me markatën dhe me fotografia nuk i dhe turë e televizjon. Të ndërruar anëtarë të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, po parlamentin 11 Albanit në Suedi, të ndërruar delegat, zonja dhe zotëri. Sot jemi mbledhur në këtë vend ku jo vetëm për të diskutuar çështje organizative, por mbi të gjitha për të reflektuar mbi misionin tonë fisnik e krijues të fjalës sonë të shkruar. Letërsia nuk është thjesht art. Ajo është kujtesë, ndërgjegje dhe zëri një kombi, sikurse që është zëri ynë i mërgatës shqiptare në interes të çështës kombëtare. Shkrimtari ka pasur gjithmonë një përgjegjësi të madhe përpara shoqërisë. Në kohë të vështira ajo ka mbrojtur të vërtetën. Në kohë ndryshimesh ka ruajtur identitetin tonë kulturor. Ndërsa në kohën e heshtjeve ka folur përmes veprave të tij. Prandaj edhe sot, roli ynë mbetet po aq i rëndësishëm sikurse edhe më parë fjalës të relidasve tonë. Në këtë kohë të teknologjisë dhe komunikimit të shpejt, sfida jonë është që letërsia të mos humbas thellësinë dhe shpirtin tonë njerëzor. Ne duhet të përdorim kohën moderne për të afirmuar lexuesit me librat tonë, për të promovuar kulturën dhe për të sjellë krijimtarinë tonë në hapësira më të gjëra kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu duhet të mbrojmë dinjitetin e shkrimtarit dhe të drejtat e secilit autor. Krijimtaria nuk mund të mbjetojë pa respektin për punën intelektuale dhe pa një klimë bashkëpunimi e mirëkuptimit në mes nesh. Le të mos harrojmë se fjala
që ky kuvent të mos jetë vetëm një takim formal, por një moment reflektimi dhe angazhimi për të ardhmen në letërsisë sonë. Ne duhet të punojmë me respekt, me njëri tjetrin, me dashuri, për gjuhën shqipe dhe me përkushtim ndaj kulturës sonë kombëtare. Ju falenderoj për kontributin tuaj dhe ju uroj suksese në krijimtarinë dhe veprimtarinë tonë të ardhshme. Këshillat tona kanë qenë dhe janë frymëzuese gjithmonë, duke filluar nga praktika dhe të orientuara drejt zhvillimit të letërsisë dhe bashkëpunimit mes anëtarëve. Disa pika që mund t'i theksoj që janë në interes të shoqërisë dhe në interes të shoqatës shkrimtarëve dhe artistëve shqiptarë, Papa Klemente Nimret Albani, janë, si në vejmë. Ta ruajmë integritetin tonë krijues dhe të shkruajmë me ndershmëri artistike, kulturore e kombëtare. Ta mbështesim njëri tjetrin, sidomos autorët e rinj dhe talentet në zhvillimin e tyre e sipër. Të promovojmë gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë kombëtar përmes letërsisë dhe botimeve tona. Ja, po që i kemi. Të jemi të hapur ndaj kritikës konstruktive profesionale dhe debatit kulturor. Asnjëherë kritikës destruktive e tendenciose. Të përdorim teknologjinë dhe platformat moderne të kohës për botimin dhe promovimin sipas standardeve evropiane. Të organizojmë takime letrare, konkurse poetike letrare dhe bashkëpunime me shoqata tjera kulturore si motra. Të mbrojmë të drejtat e autorit dhe dinjitetit e secilit shkrimtar. Të shmangim ndarjet personale apo grupimet që dëmtojnë unitetin e shoqatës tonë dhe çdo herë duke mbrojtur njëri tjetrin. Të lexojmë vazhdimisht dhe kultivojmë, arsyetojmë me veprat për formimin intelektual tonën përmes veprave të cilat ja kemi dhe të cilat do të fillojnë me botuar dhe të ardhmen. Të thirremi çdo herë në ne, jo në unë, por në ne. Shoqata tonë s'ka unë, jemi ne të gjithë. Sepse kjo është puna jonë ekipore. Vetëm përmes punëve ekipore ne duhet të ecim përpara. Dhe ta kryejmë amanetin e rilindasve tanë për një Shqipëri etnike dhe të bashkuar dhe të pandohur. Historia nga e cila kemi filluar si shoqatë e shkrimtarëve të shkruajmë me devotshmëri 13 thesar dhe do të fillojmë me 14-ën, kemi arritur të pasurojmë thesarin tonë kombëtar që kërkon e ardhmja e historisë tonë kombëtare. Kjo është vlerësuar dhe po vlerësohet nga personalitetet të jetës akademike, shkencore, e letrare, nga të gjitha trojet etnike shqiptare dhe mërgate. Mos të presim nga të tjerët të shkruajnë për ne. Jo. Kur ne nuk shkruajmë mirë për të tjerët, dhe si shoqatë ne kemi shkruar çdo herë mirë për të gjithë pa përjashtim, për vlerat e tyre, për punën e tyre dhe angazhimet e secilit veprimtar, cili ka pas frymën e interesit tonë kombëtar. Dhe krejt në fund, mund të them se të shkruarit për historinë tonë shqiptare nuk është lëmosh, por është obligim kombëtar. Milionet pashpalli të hapur këtë kuvent, të pestë, jashtëzakonshëm të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klemente Nimret Albani. I propozoi kuventit për kryesinë e punës e cila do të na udhëheq sot në këtë kuvent me këtë përbërje. Janë njerëzit e parë të cilët fal këtyre, të cilët e kanë bërë kërkesën që ta mojmë këtë kuvent. Këtyre, ata janë Isak Bunjaku, Profesor Osman Ahmet Xhekaj, Mona Juniku, Abdeluka, Afrodita Hoti Bunjaku, Isok Kurtbogaj, Gjevrie Kurteshi. Kurse do ta shoqërojmë këtë panel edhe me Elham Xheresin dhe Violeta Hoxha. Ju uroj punë të mbarë, pa ndeshur respekt. Ju uroj këta që tjera të zonë ndandet e juve. Pa Faleminderit për besimin. Pra është, unë e propozova për ditën, dhe në tjetër nani ishtë një propozim që unë të udhëheqë këtë kuvent, se bashku me këtë grup punues,
Përzemërsisht ju përshëndesim në emër të grupit punës, mirë se keni ardhur në këtë kuvent të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe mas fjalës që tha ish kryetari Hyseni Ibrahimi, atëherë ne po e propozojmë këtë renditës sot dhe para se me fillu kemi dy falënderime. Njëna është për gjitha këto përgatitje shpenzime që ka heq Adnan Peci, ju Adnan i Tulloj, Adnan Peci, faleminderit Adnan. Djali Baran Peci. Djali Baran Peci. Dhe kemi kamerën e cila na përcjell çdo herë, djemt e Abdul Ukës, Bajram Uka dhe Ilmi Uka, ju faleminderit si për herë zakonisht jeni shumë të kujdesshëm. Atëherë pra më lejoni që ta hapi kuvendin dhe propozojmë këtë rendite të gjithë ju që i keni pas ftesat, e keni rendin e ditës, po e lexojmë kështu. Pika parë është hapja nga Hyseni Ibrahimi, pra paraqet fjalën hyrëse, zgjedhja e kryesisë së punës 2 procesmbajtës dhe 2 verifikues, leximi i letrave përshëndetëse ose siç thuhet telegrameve, fjala nëse don dikush ta merr pas kësaj, shkarkimi i kryesisë dhe lirimi nga përgjegjësitë eventuale të kësaj kryesie, foto e përbashkët, koktejl, kafe dhe çaj, zgjedhja e kryetarit të shoqatës së shkrimtarëve Papa Klementi 11 Albanin Suedi, fjala e kryetarit të posa zgjedhur të në kuvend dhe zgjedhja e kryesisë së re, mbyllja e punimeve të kuvendit dhe kryetarit të sapo zgjedhur. A pajtoni me këtë rendite nëse po me një ngritje dore. Kush është për këtë rendite? Ju faleminderit. A është dikush kundraj? Jo. A kemi me plotësu diçka në këtë rendite? Nuk kemi. Atëherë, po shkojmë sipas këtij rendit e ditës, fjalën e hapjes e paraqet zotni Hyseni Ibrahimi. Apo ishte ajo fjala që e vojtë? Domthonë ajo ka qenë. Mirë, faleminderit. Zgjedhja e kryesisë së punës veç kur zgjedh, po duhet i zgjedhin 2 procesmbajtës dhe 2 verifikues të proces verbaleve të kuvendit. Zakonisht parashihet se sekretari ta marrë në proces verbalin, po në këtë rast ne ende se kemi zgjedh as sekretarin as kryetarin, kërkoj të propozoni 2 proces verbal dhe 2 verifikues. Mona Juniku e ka fjalën. Kisha propozu Isako për proces të mbajtës. Isak Bunjaku propozohet për proces mbajtës dhe Gjevinja. A bën? Tash. Një, a jeni për Isak Bunjaku numër 1? Ju faleminderit. Numër 2, kanë propozuar unë? Ose kush është? Ky vajza e keme që aty në mes, që kisha pas shetë në unë janë për të. Njona ato zgjedhin cila po. Cila jeni të gatshme? Dhe shqe pas e desh. Shqip. Edhe mirë se për suedisht, për të mirë e ka plerimi e për shqip. Qështë ka jamin vojta? Albina Ibrahimi. Albina Ibrahime. Qika Albina Ibrahimi. shqip edhe suedisht, a? Po.
Atëherë kërkojmë tash është i grupi këtu. A jeni që vlerin atje? Po. Që o do letra, na që o do letra. Ina, do me zogani që ko që janë hajtë. Po, hajde. Ja, ty da në qërë. Dhe që o do letra. Vendi botë dhe ma i bukur dhe ma me vlerë ku kemi vajza treja këtu. Shumë bukur. Unë jam shumë e pranë. Morë, e robe, shpërbash të letra, në kështë të pëna i nevojit. Atëherë, deri sa të përgatiten proces mbajtësi. Lerina. Nëse ne flasim shpejt, unë e kërkoj nga proces mbajtësit, në të jekin brekën, që të kemi një pauzë, në mënyrë që të arrihet të shënohen gjitha mundësisht gjitha ato që thuhen në këtë kuvend. Atëherë pas zgjedhjes së dy proces mbajtësve dhe dy verifikues procesit nuk i zgjodhëm, kush me qenë se duhet me qenë ofër, apo në afërdita me qenë verifikuse në Isakun, edhe një verifikues tjetër, Elhame Gjyrevci. Do me thonë afërdita Hoti dhe Elhame Gjyrevci verifikues. Do të shkojmë tash me pike numër 3, leximi i telegrameve ose letrave përshëndetëse. Njëherë a e dënë dikush fjalën para se me kalu? A ka diçka lidhje me proces verbalin ose me rendin e ditës? A dënë dikush me folë? Pyset? Po, andet kryesues i këtij kuvendi, vetëm desha ta verifikojmë që kemi kvorum për mbajtjen e këtij kuvendi. Pjesa dërmuese anëtarësisht, edhe kemi kvorum. Konstatojmë edhe për vazhdimin e kuvendit. Faleminderit. Duhet se ekziston kvorumi për ta mbajtur këtë kuvend dhe ta shënojmë në proces. Shkojmë me pike numër 3, leximi i telegrameve. Telegramin e parë të dërguar nga Adnan Merovci e lexon Albina Ibrahimi. Albina, je gatshme? Urdhra. Të nderuar miq, shkrimtar, veprimtar, i nderuar zotëri Hysen Ibrahimi. I rrëmbyer nga dinamikat e punëve të paracaktuara, nuk do të mundem të jem prezent në këtë kuvend. Përfitoj nga ky rast që këtij kuvendi dhe punës suaj kolosale, ti uroj sukses dhe mirënjohje për të punën e madhe që keni bërë dhe po vazhdoni ta bëni. Të ndodhur në Mërgat, puna juaj ka vlerën e dyfisht, sepse keni mbajtur frymin dhe homogjenzimin kombëtar që na duhet si buka. Në veçanti uroj dhe përshëndes mikun Hysen Ibrahimi, i cili me energjinë dhe punën e vet dhe me shok sot është shembull i një veprimtari të devotshëm i cili palodhshëm punon, shkruan, plason dhe fakton ngjarje, individ dhe punë të ndryshme të shqiptarëve gjithandej në botë. Një ditë gjeneratat e reja do t'i përdorin veprat tuaja letrare dhe do t'janë referencë për shpalime historike, të cilat kanë munguar në të kaluarën. Dietari Ibrahim Rugova thoshte: "Ti kishim pas do letra më shumë në histori, punë të ndryshe do t'i kishim." Jo dhe shoqata juaj sot, me së miri po e implementojnë këtë porosi të presidentit Rugova, me punën dhe veprat e shumta që po i bëni. Në fund, dua t'ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju uroj punë të mbar kuvendit. Me respekt dhe dashuri, Adnan Merovci. Përgjellshëm, bukur dhe po asnjë problem. Ndërsa letrën përshëndetëse të dytë, dërguar nga Fadil Geci, do ta lexon Remzi Basha, poeti i famshëm
Ka ardhur një telegram nga Lausha, një luftëtar, një komandant, magjistër Fadil Geci, po aty ka një pushka edhe pena. Me 23/05/2026, telegram urimi, drejtuar shoqatës shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Kelmendi Alban Suedi, ku vendin e 5 zgjedhor të jashtëzakonshëm. I nderuar miq, koleg, poet, shkrimtar, i nderuar zoti Isel Ibrahimi. Nga vendlindja ime, Skënderaj të Drenicës, ju përcjelli urimet më të prezenta për mbërvajtjen e punimit të kuvendit tonë të 5 të zgjedhur. Tesa juj që të marrë pjesë në këtë kuvend të 5 zgjedhor të shoqatës shkrimtare Papa Kelmendi 11 Alban në Suedi, për mua është një nder i veçantë që të jam në mesin tuaj dhe të bashkëpunëtorëve tuaj, njerëzve që kanë dhënë shumë për Kosovën dhe vazhdojnë të japin kontribut edhe me të tjerë. Në pamundësi për pjesëmarrjen përmes këtij telegramit, urimit, ju uroj dhe ju përgëzoj për punën tuaj të palodhur ndaj atë dheut, dërsa ju shoku Isel, me punën tuaj keni lënë gjurmë të thellë në historinë e popullit tonë në shoqatën shkrimtarëve dhe artistëve shoqatës Papa Kelmendi 11 Albani Suedi, ku unë jam antarin derit, i kam shërbyer me vite më radhë shqiptarisë, ndërsa ju, si kryetar i saj, keni treguar profesionalizëm në udhëheqjen e saj, andaj meritat e tua i vlerësojnë dhe i dëshiroj një punë të mbarë, shëndet, sukses të mëtejshëm në përmbushjen e vlerave tona kombëtare, letrare, magjist, në respekt, magjistër Fadil Geci. Po, ja kam kushtuar një 2 poezi Fadil Gecit, magjistrit dhe vllazërit atyre, dhe të lexojmë nëse këtë këvend, mi bon derë një familje që ka dhënë shumë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pas atë më jashohet jenë familja Fadil Gecit. Është një trim që jep kushtrim. Fadil Geci trim bitrim, me push në dorë trimi lifton, amanet vendin e qon. Bi armiq bën çudi, baca i kishte thënë primtim, besa është një shpëtim tim, ball për ball me armikun. Në bes nuk e pret mikun, por kjo zemër e Fadil Gecit, rreth për tokët Dardanisë, si luan në push në dorë të shtrejten e pat veçlirien. Krenar sot është Lausha, trim ju lum pushka, hallat toka që rriti, zoti veprin e tij ndriti. Tash i 7 vllazërit. Vllazët Gecit për liri, te pavdek shumë për Dardani. 7 vllazër nga një nder, për Kosovën kishin lerë, 7 vllazër, 7 luan, për Kosovën luftën e banam. Trimi hije i ka pushka, bekimin e dha Lausha, bjeshkët të saj rreze drite, vllazët Geci ti më rrite. Nuk është legjend, as mit, të rrefesh për trimërit, dhem për dhem me armikun, si rrëfe pushk, bolle dritën. Bolle dritën e liris, solle dritën e liris, 7 vllazës si dragoj, për Kosovën u shpallën heroj. Dhe tani përshëndetje nga Feta Batiri, do ta lexon Isak Bunjoki. Përshëndes mos pare për pjesëmarrje. Se tarmën Feta Batiri dihet se është një veprimtari e motshëm, për shkak moshës edhe të shëndetit ti nuk ka mund të qenë mas. Kështu që unë do ta lexoj telegramin e tij. Telegram urimi dërguar shoqatës shqiptare dhe
artistëve shqiptar Papa Klementi XII, Albani Suedi. Njoftim për mbajtjen e kuvendit të 5 të zgjedhor të jashtëzakonshëm, shoqatës shkrimtare dhe artistëve shqiptar Papa Klementi XII Albani, Suedi e ka marrë me kohë, për çka ju falenderoj shumë. Në pamundësi për të marrë pjesë fizikisht në këtë kuvend, për shkak të largësisë dhe moshës sime të shtyrë, dëshiroj që kuvendi i gjithë pjesëmarrësit, si dhe iniciator në mbajtjen e tij, të i përshëndes ngrohtësisht dhe bazërisht. Kuvendi i dëshiroj punë të mbarë dhe marrjen e vendimeve në të cilat do të kenë të ardhmen, në mënyrë që të ngritet dhe më lart reputacioni i cili shoqata e ka dhe unë dhe kombi, urime për punë dhe suksese edhe në vazhdim të ta batiri. Edhe në letër përshëndet se ka arritur nga shkrimtari i njohur i Republikës së Shqipërisë, intelektuali më zë e me reputacion në Shqipëri, Viron Kona, të cilën përshëndetje do ta lexon Edvard Krasniqi. Edvard, hoxha, del çatje. Ja po kena çë. Të nderuar motra dhe vëllezër. I dërgoj përshëndetjet e mia vëllazore nga Tirana dhe i uroj për zhvillimin me sukses të punimeve e kuvendit të 5 zgjedhor të jashtëzakonshmit të shoqatës sonë. Të gjithë jemi dëshmitar që shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptare, Papa Klementi XII Albani, Suedi ka zhvilluar për herë veprimtare të rëndësishme dhe mbërselins duke afrimuar nivel dhe standard të lartë. Drejtimi organizimi, por dhe përkushtim dhe vazhdueshëm të kryesirë dhe të gjithë anëtarëve. Arritjet e shoqatës janë shfaqur në kontributin e vazhdueshëm për realizimin e programit të saj, në integrimin e mergates shqiptare dhe në shoqërinë suedeze dhe në përkushtim për të mbështetur aktivisht Kosovën, veçanërisht gjatë luftës për liri e pavarësi. Në qendër të punës së shoqatës ka qenë gjithashtu bashkëpunime me institucionet arsimore të Suedisë, të Shqipërisë e të Kosovës për tekste shkollore dhe për ngjitjen e vazhdueshme për mësimin e gjuhës së bukur shqipe për ta mbajtur të gjallë dhe vazhdimisht të freskët gjuhën tonë dhe mësimin e saj nga fëmijët edhe në rritje. Ndërkohë kanë qenë të shumta veprimtare për përkujtim e ngjarjeve madhore të historisë së popullit shqiptar dhe suedez. Veprimtare adhetare, etnografike, e folklorike, veprimtare e larshime në fushën e letërsisë dhe të ardhë botimi i shumë librave, veçanërisht i veprës madhore të Sharkumbetar, e cila është përpëruar në disa qytete të Suedisë, të Shqipërisë e të Kosovës. Veçoj faktin se vepra të Sharkumbetar na bën krenar edhe ajo është e gjithë vlerësuar dhe tashmë po arrin në 14 vepra. Në faqet e saj edhe është dokumentuar dhe votuar thuajse e gjithë veprimtia e shoqatës, e cila do të mbetet një dokument i shoquar i mergates shqiptare në Suedi, një pasuri e jashtëzakonshme që i përcillet edhe brezeve që vijnë. Shpresojmë që në këtë kuvend, si të herë e tjera, anërar shoqata do të zhvillojmë zgjedhje me nivel të lartë, duke mbajtur parasysh prevojat më të mira, arritet e suksesshme në vite. Duke përshëndetur shpresh besimin se edhe në të arritshmet shoqata jonë që mbon emrin e ndritur. Papa Klementi XII Albani do të vijoj dhe të zhvilloj me nivel dhe cilësi të lartë veprimtare e saj social, kulturore, arsimore. Ju përshëndes vëllazërisht dhe i uroj suksese. Ishkël shysho. Tani A dorën të da. Klum. tani nga poeti ynë krijues në Suedi Drezgashi me siguri që gjendet në Kosovë. Dhe ai ka përshëndet kuvendin
letrën përshëndetse do ta lexon Elhame Gjyreci. Ju përshëndes të gjithë të qilini, Idris Gashin, Telegram Urini, shoqatës së shkrimtarëve, artistëve shqiptar Papa Klementi Mimbet Albani Suedi, kuvendit të 5 zgjedhor i jashtëzakonshëm. Të nderuar miq, koleg, poet dhe shkrimtar, i nderuar zotri Hysen Ibrahimi, nga vendlindja ime ju përcjelli urimet më të përzemërta për mbarvajtjen e punimeve të kuvendit tonë të 5 zgjedhor. Edhe pse e kam të pamundur të jem fizikisht i pranishëm pranë jush për shkak të angazhimeve të botimit të librit të tim më të ri, Flasim Shqip. Shpirtnisht dhe me mendimin jam tërësisht mirë. Uroj që ky kuvend të na rikonformoj si gjithmonë të bashkuar dhe unik në rrugtimin ton, pisnik për lartësimin e artit, letërsisë dhe gjuhës sonë të shenjtë shqipe. Në këtë proces zgjedhor shpreh mbështetjen time të plot dhe voten pro për zgjedhjen e zotrit Hysen Ibrahimit, kryetar të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi Mimbet Albani Suedi, si dhe për një kryesi të vyer, meritor, që do t'i vri shoqatës me besnikëri dhe respekt. Ju dëshiroj punë të mbar, shëndet dhe suksese të mëtejshme në përmbushjen e vlerave tona kombëtare e letrare. Me shumë dashuri miqësor dhe respekt, poeti Idris Gashi, nga vendlindja ime Pej të Dardanës. Dhe në radhë tani është intelektuali, shkrimtari, veprimtari që është shkrimtare që është i njohur në jeton në Kosovë dhe është i njohur qërsisht në tërë Kosovën, Naim Kelmendi, e lexon përshëndetjen Mona Juniku. Nga Klementi Mimbet Albani Suedi, kuvendit të 5 zgjedhor i jashtëzakonshëm. I nderuar zotni Hysen Ibrahimi, të nderuar miq, poet, shkrimtar, veprimtar i çështjes kombëtare. Duke qenë dieni të mbajtjes së kuvendit zgjedhor të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi Mimbet Albani Suedi, ndjej kënaqësi dhe nder të veçantë t'ju përcjell përshëndetjet e mia më të përzemërta, së bashku me konsideratën dhe mirënjohjen time të thellë për veprimtarinë e vyrë kulturore, letrare dhe kombëtare, që kjo shoqatë ka zhvilluar ndër vite në mërgatën shqiptare. Shoqata Papa Klementi Mimbet Albani është shndruar tashmë në një vatër të rëndësishme të ruajtjes dhe kultivimit të identitetit tonë kombëtar, në gjuhën shqipe dhe vlerave krijuese shqiptare në diasporë. Nëpërmjet punës së palodhur të shkrimtarëve, poetëve, artistëve dhe veprimtarëve të saj, ajo ka ditur të mbajë gjallë frymën, kulturën sonë kombëtare, duke krijuar ura lidhëse mes dheut dhe mërgatës, me traditës dhe brezave të rinj. Me këtë rast, dua të shpreh një respekt dhe vlerësim të veçantë për mikun ton të nderuar zotri Hysen Ibrahimi, i cili prej vitesh qëndron me përkushtim, urtësi dhe vizion në krye të kësaj shoqate. Ai ka ditur të udhëheqë me dinjitet dhe përgjegjësi një veprimtari të pastur, kulturore e kombëtare, duke çmuar dhe promovuar vlera krijuese të shqiptarëve në Suedi dhe në Gje. Në drejtimin e tij, shoqata ka lënë gjurmë të dukshme në jetën kulturore të diasporës shqiptare, përmes botimeve, aktiviteteve letrare, promovimeve dhe ruajtjes së frymës sonë kombëtare. Këto përpjekje meritojnë jo vetëm respekt, po edhe mirënjohje të thellë nga të gjithë ata që e çmojnë fjalën artistike dhe misionin kulturor në mërgat. Prandaj,
sot me ndjen të veçantë gëzimi dhe respekti, ju përgëzoj për rrugtimin dhe arritjet tuaja, duke ju uruar sukses të mëtejshëm në kultivimin dhe vlerave kulturore, krijuese dhe botuese të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi XII Albanini Suedi. Një urim të posaçëm ju përcjell edhe kuvendi zgjedhor me dëshirën që punimet e tij të zhvillohen në frymë bashkëpunimi, mirë kuptimi dhe përgjegjësie krijuese, duke sjellë vendime të mëdha dhe hapa të rinj në shërbim të kulturës shqiptare të komunitetit tonë në Mërgat. Ju falenderoj. Nga shkrimtari, poeti dhe këngëtari i Voshtërias, Bahri Shyti ka ardhur prap një letër përshëndetëse, të cilën do ta lexon Afërdita Hoti Bunjaku. Se fillim ju përshëndet gjithëve. Telegram urime, drejtuar shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi XII Albani Suedi. Kuvendit të 5 zgjedhor i jashtëzakonshëm. Të nderuar miq, koleg, poet dhe shkrimtar, i nderuar zotri Hyseni Ibrahimi, së pari ju përshëndes dhe ju shpreh urimet më të sinqerta për organizimin e kuvendit të 5 zgjedhor të jashtëzakonshëm të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi XII Albani në Suedi. Duke konsideruar këtë një hap të rëndësishëm në vazhdimsi dhe forcimin e misionit të saj kombëtar kulturor. Është me rëndësi të veçantë që një drejtim i kësaj shoqate t'i besohej, një personalitetit të dëshmuar, me integritet dhe përkushtim të lartë institucional. Zotri Hyseni Ibrahimi tashmë është afirmuar përmes veprimtarisë së tij si një figurë e respektuar dhe e çmuar në të gjitha anët e SHSH-s. Në udhëheqjen e tij, shoqata ka arritur të ndërkombëtarizojë aktivitetin e saj, kulturor dhe letrar, duke promovuar me dinjitet veprimtarinë e Mërgatës shqiptare, si dhe figurën emblematike të Papa Klementi XII Albani, gjithmonë në funksion të interesit kombëtar. Përveç se ishte kryetari i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi XII Albani në Suedi, Hyseni Ibrahimi është shndruar në një faktor të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe kulturor të shqiptarëve në Mërgat. Përmes botimeve në gjuhën shqipe dhe organizimit të veprimtarive kulturore e artistike, ai ka dhënë një kontribut të çmuar në mbrojtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave tona kombëtare, duke ndikuar drejt për drejt në pengimin e asimilimit të gjeneratave të reja shqiptare që jetojnë jashtë atë dhëut. Ndaj, ndjej keqardhje të thellë që nga gjendja ime shëndetësore nuk më mundsohet të jam fizikisht i pranishëm në ditën e mbajtjes së kuvendit. Megjithatë, me mendje, zemër dhe shpirt jam pranë jush, me mbështetjes fuqishëm çdo përpjekje që kontribuon në avancimin e misionit të kësaj shoqate. Urime të gjithë pjesëmarrësve të kuvendit, ndërsa në mënyrë të veçantë shpreh mbështetjen time të plotë për rizgjedhjen e zotrit Hyseni Ibrahimit në postin e kryetarit, duke dëshiruar sukses të mëtejshëm në përmbushjen e detyrave dhe objektivave të tij fisnike në shërbim të kulturës dhe çështjes shqiptare. Me respekt dhe dashuri, Bahri Shyti, Gjermani. Pjesëmarrës të nderuar, ky ishte edhe fundi i letrave përshëndetëse dhe ne vazhdojmë me rendin e ditës. Ju e dini të gjithë, sepse nuk jeni veç nga sot, se shoqata e shkrimtarëve, artistëve, krijuesve, intelektualëve shqiptar në Suedi ka bërë një punë, themi lirisht kolosale,
gjë që të gjitha shtetet perëndimore që janë më të fuqishme se Suedia, siç është Gjermania, Zvicra dhe shumë të tjera, ja kanë lakmi për botimin e 13 thesorëve që ndodhen këtu pas nesh, ku me to është përmbledhur një aktivitet i gjerë i gjithë bashkëdhetarëve nga gjitha qytetet anëken Suedis, dhe kështu që ne mburremi me atë punë që është bërë, por si që dini kryetarja e deri tashme e shoqatës së shkrimtarëve, advokatja Saranda Iseni, ka dhënë ndërheqje të parave kushme, dhe për këtë arsye ne sot jemi mbledhur këtu që të zgjedhim kryesinë e re dhe kuptohet kryetarin me gjithë komplet në kryetar ashtu siç parashihet në statut. Por para se të zgjedhim ato që thash, ne së pari duhet ta shkarkojmë ish kryesin, me qenë se kryetarja ka ndërheqje, dhe tani pika e 4 është shkarkimi i kryesisë dhe lirimi nga përgjegjësitë eventuale. Porisen? Hande Kryesus, ndoshta dikush dëshiron pas telegramit ta marrë fjalën. Me jam mësu kuvendit? Mirë, i mas telegrameve, nëse ka dikush që dënë... Po, pandeshëm. Po, jo mirë. A dëshiron dikush? Jo, si shpe ti urdhër, po. Panderit Kryesus, kryesi e punës. Unë shfryzë rastin që në emër të këtij kuvendit, nëse në qoftë se më lejohet, që panedrojmë të gjithë ata të cilët kanë dërguar telegramit të tyre dhe kanë vlerësuar punën tonë, formën profesionale për një angazhim sinqert, por edhe në punën në të ardhmen të cilat i kemi. Dhe nga ky kuvend i falendrojmë sinqerisht dhe telegramit të tyre do të botohen në thesarin numër 14, i cili ka filluar më të vesh të botohet. Kështu që i falendrojmë dhe respekt për të gjithë. Pandeshëm. Unë edhe përpara e kam cekur se përveç asaj që është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe në 13 thesaret, aty përmbledhet çdo gjë që është e mirë, çdo gjë që është aktivitet, çdo gjë që është produktive, çdo gjë që na çon përpara, dhe asgjë nuk ka në tërë thesaret ndonjë nxitje, urrejtje apo çfarë të quhet. Dhe ajo ka qenë diçka shumë e qellume. Nuk ka pas asnjëherë për 13 vite, apo vësen? Po. Nuk ka pas ndonjëherë ndonjë fërkim, mosmarrveshje, zenka, pakënaqësi e tjera. Gjatë që ajo na ka mbajtur gjallë deri me tash, dhe ne dëshirojmë të gjithë po në atë mënyrë ta vazhdojmë punën dhe veprimtarinë tonë. A mund të shkarkojmë në këtë rast kryesinë e përpashme dhe lirimin nga ndonjë përgjegjësi eventuale? Apo i sen kime këtë sudisja? Shumë drejt, jo. Beton që të ndot me shkarku kryesinë kur tjetër, votohet edhe fillojnë. Pra me qenë se kryetarja ka dhënë ndërheqje, ato nuk kemi ne si ta shkarkojmë, ishte dëshirë dhe vendimi i saj personal, që ne mburreshim dhe ende mburremi me advokatën Saranda Iseni, por është vendim personal i saj, kështu që a mund të konstatojmë në emër të kuvendit që shkarkohet kryesia e mëparshme dhe lirohet nga ndonjë përgjegjësi eventuale. Nëse dëm dikush fjalën, dhe ta merr. Konstatojmë se kryesia e mëhershme shkarkohet dhe lirohet nga gjitha përgjegjësitë eventuale me një deklarim ngritje dore. Ju falenderoj. Pra është një vendim, konstatim i kuvendit që shkarkohet kryesia dhe lirohet nga përgjegjësitë eventuale. Tani këtu është paraqohen një foto e përbashkët
pastaj pasën koktej, kafe dhe çaj, dhe pas këtyre do të ulemi dhe do ta zgjedhim kryesinë e re dhe kryetarin e shoqërisë. Kryesues, ja ona kemi dy kontare kemi sot këtu. Po. Diçka në pyll, diçka e kemi në Mustaf. Berishën e kemi këtu. Me pyll, pak diçka edhe Remzi Bashën e kemi kontare edhe moj Kosovë, moj nëna ime të këtë të gjithë bashkë. Mustaf, dhe që atje. Me gjithë kënaqësi. Mustaf, e flotën. Edhe, nga Mustafa Berisha Deçanas, gurbetçar pas luftës. Unë mori arsimi 25 vjet, kam punuar në Kosovë. Edhe pse jam biolog, aktorët, artistët, poetët janë shpirti i kombit në çdo periudhë historike. Edhe pse biolog, artin, kulturën, muzikën e kam edhe tradita dhe një shpirtisht. Aktivitetet e juve në këto poezi kam përcjell vazhdimisht. Ju përgëzoj me gjitha ato fjalë më të mira. Edhe pse kurbeti na humbi, na treti për të mali dhe për të deti. Kemi merë si peshkun zalla, gjallë, si që thot në i prashëri, fylli barjot, të regon, mërgimet e shkreta, qanë gazeza, bot, me fjallë të vërteta, patin e kemi pasë ashtu, edhe pse se du bërbetin, po mu kash imponu pas lupe, bashkë me Nikon e dhe bashkë do të kryojnë pak, do t'im shërfillet edhe pse kam shumë emocione. Po me këndore nga bashkë me juve? Kini kujdes, zërin tim për qëllë me nota. Si që këtë zërja me nota, ju duhet me duar tërkitja. Vazhdojmë. O malet e Shqipërisë, o ju lisat e gjatë, fushat e gjëra me lule, që ju kam tërmen ditë e natë. Kur digjaj zërin e nanës, ishe dhe qenë gjiko pen, e gerim dëtri her, edhe i këmbën në dhe, e gerim dy atri her, edhe i këmbën në dhe. Oj Kosovo, oj nana ime, donë se jamo, i më buar, dashni të në zemra, kur s'ka me harruar. Shqipëria, nana ime, donë se jamo, i më buar, dashni të në zemra, kur s'ka me harruar. Bravo, bravo, bravo. Vjen këtu tek jabula, vjen me vrap me dëshirë, atje ndërmiset e dhia. Vjen me vrap me dëshirë, atje ndërmiset e dhia. Oj Kosovo, oj nana ime, donë si jemu i mërguar, dashni të në zemra, kur s'ka me harruar. Shqipëria, oj nana ime, donë si jemu i mërguar, dashni të në zemra, kur s'ka me harruar. Bravo, Këto male, si kur trasit, gjishke tona, dish po trasit, mos e harroni, nërgës ja foli, jemi lira,
shqiptarët ku do jenë, nuk ka një tjetër veç Milan. O, këto bale, si kur thoj, që dhe qëkur në bashkoj, mas haroni, kërshke s'jafoni, jemi lira, jemi të ute, jemi rritur, na për luta, që shqiptarët ku do jenë, nuk ka një tjetër veç Milan. Bravo, bravo. Të shkojmë të zgjedhja e kryesisë dhe kryetarit, e pastaj shkojmë të fotografia e përbashkët, edhe në një kafe. A jemi, as jemi, duhet përcimi kuvendit, me një ngritje dore faleminderit. Atëherë i kalojmë të dy pika dhe shkojmë të zgjedhja e kryetarit. Unë po e marrë pak drejtën të formusë, ju e dini nuk ka nevojë se të lavdërojmë Hsenin për punën e tij, që nga themelimi e deri tash, por unë kam qenë shumë i brengosur se në kohë fundit ka pa metë kërku nas kryetaras heq. Osman, nale kamerën, nale kamerën. Ndërsa, mos e ndërsa që nga sot, unë kom pas fol një fjallë ma herët, i kom pa thonë ojsen sa jemi nati do t'jesh kryetar. Dhe ma vonë, ish Murseli kryetar, ish Remzia kryetar, në forma ndryshme, po këta nuk i quishin as njenin, as Murselin, Mursel Shkupollin, as Remzi Bashën, po këtina ju drejtëshin kryetar, unë sa që mu isha thesha o, nuk është mu kryetar, po i ka ra dushku, ose sa është për gjo, pra që nga sot, unë besoj, që do ta kemi prapë si që kemi pasu Hsenin, i cili e të gjithë dhe pua, e ta Hseni se nuk mund themi tash e mas une, por ne. Gjitha këtu vepra, merita ose lokomotiva, kryesore ka qenë Hseni Ibrahimi. Nëse më lejohet, nga ky moment, në emër të kuvendit, në emër të grupit punus, të mos i numërojmë gjitha ato merita një nga një, se na dalin shumë, edhe nështë a Hseni pak lasdrohet, masa ne i rritët menja në përrimin. Mune besoj që gjithë e kemi disponimin, gjithë e kemi mendimin, gjithë dhe na shkon mendja që prap kryetar i shoqatës sonë të famshme me një reputacion shumë gjerë anë kënd Evropës edhe ma gjerë, të jetë prap në krye të shoqatës Hseni Ibrahimi. Adnan? Mi vlla nuk e gjuri ju që apostoli ju bahala juve, vish njëti. Dhe e kina pas gjithë Haxhi Berzhët, që më konë baj zoti u shtarë kënovo gjë kone Haxhi Berzhët. S'kina pas tjetër të krushdito, po kena varë ata, edhe kena frut falave.
Ama ju brëlla, ju zhgana ka shumë jiri gjithave që ta e keni ja? As urina I ka tjetër me zgjedh brëlla për veç që ta. Apo do më zgjedh ty, a qa po dëmë? Ai, duke konë edhe fort mirë, po më zgjedh edhe mua, dy se e meritaj. Vazhdani për hajri kohë, për hajri. Kjo ishte pak një humor. Atëherë unë kërkoj prej kryesie këtu le të del një propozim që të propozohet Hyseni, a don tash Elhamia, a don Mona, a Afrodita, Xhevria, kush don, veç mendoj që një propozim të tjetë kështu konkretisht. Mona? Në takot në ato mendimet e tuja, Hyseni Ibrahimi ka një histori të gjatë, një punë madhështore, një kontribut pas zavendësueshëm, çështjen kombëtare po dhe letrare, një angazhim kolosal time, edhe unë nuk për veten nuk mund gjej një emër tjetër që I përmbushtem gjitha pikat, gjitha detyrimet atributet që ka një kryetar. E kështu që propozimi është patjetër do të Hyseni Ibrahimi. Edhe unë jam e mundën që ashtu, unë I kum pasan ma herët zotëve Hyseni, që je lokomotiv. Kër një ra fjallin kër e tha profesorin, në vërtet lokomotiv që në një mërin e nga masteri. Bari? Unë nuk më thonë se Nica nalët Hyseni Ibrahimis nalët. Në vazhdan. Faleminderit. Dikush tjetër? Urdhrali? Në Sabina, në Sabina në bëna ja. Jo, I shkesh se ko Alia se... A I gratë e 2 vjetë që pa hjekën për që ta pi thotë. Qa kujtove tja I që je, I dy të sënë dhe Formalisht kërkohet edhe pëlqimi vetë kandidatit të propozuar, se ne sa këtë të dvala me kast, me zërt keni bo ju, se unë se po ta menën, po ju me zërt e me zërt. Kështu që Hysen përshef disponimin e gjithve, që jënë për personalitetin tënë, ta vëdheshësh prapë shoqatën, e ke besimin maksimal tonin, andaj kërkoj prononcimin tënë personal. Kandidat kryesisë të kuvendit këtij kuvendi. Veç halasi e zgjedh, më sa. Jo, e kuptoj. Edhe po fjala vetëm për prononcim. Shoqata u tha dhe dëshmon vetë vepra s'kem që ka me fol për shoqatën arritjet të shoqatës. Edhe unë mendoj që kjo punë duhet vazhdohet, se është në interes të çështjes kombëtare, është në interes të historiografisë tonë kombëtare, që shoqata të vazhdojnë me punën e cila ka qenë më parë, po të vazhdojnë edhe me një intensitet më të madh. Pse Mona disa herë gjatë bisedave bashkëpunime që me pas Hysen pak më vogël të sa kombëtare, jo voluminaz. Është një punë e cila të gjithë duhet të kontribuojmë. Nuk e thash rastisht unë, ne, po ne të gjithë s'ka unë. Kjo është punë ekipore. Të gjithë do t'i kryjmë obligimet të cilat në takojnë, dhe nga kjo aspekt, propozimet të cilat propozoj edhe profesor Osman Ahmedgjekaj, Mona Jomiku edhe të tjerë, dhe Muhammed Gjurece edhe të tjerë, unë jam I gatshëm ta pranoj detyrën, na themi këto, por unë e quaj shërbëtor, me shërby çështjes kombëtare. Thjesht, jemi shërbim çështjes kombëtare. Unë I pranoj të gjitha detyrat edhe vendimet e këtij kuvendi. Edhe pranoj detyrën bashkë me juve të lejshëm, të ecëm për parë. Faleminderit. Faleminderit, Hysen Ibrahimi. Janë 2 forma të votimit. Njëna është me aklamacion me ngritje dore, dhe tjetra është me vote fshehtë. Por ne gjithë njihemi këtu me zveti. Nuk ka nevojë të shkojmë me votat fshehta, por nëse ka dikush me folë diçka, mundet me ma fjallën lirisht, urdhra. Po dhe mendoj këto, e mendoj që kanë qenë shumë lidhje një mes tyne. Ashtë I qëllimshëm,
edhe na bashkon gjithë. Kjo është lokomotiva që na bashkon. Ky nuk punon për vete, për me ngrit veten, po bashkimin e gjitha brezave që të bashkohen me nisën. Këta për mu është një gjigant. Një propozim i qëllim. Faleminderit shumë. A edhe fjallën edhe dikush? Dhe para se me edhe në fjallën mona më sugjeroj këtu, që duhet tjetë pa tjetër edhe një kundër kandidat, a mos pe jam undre, nuk pe zgjedhë miseni për nëjë kundë tjetër, formalisht edhe një kundër kandidat po kërkuar tjetër. Urdhra. Unë e kësha propozuar në këtë lakë. Ata rritë zoti për e qiti ta. Ata për që pati zoti për e qita. Qashtë të vësës ka batë vira për shetë. Ka dy që ta dysh. Po, jo mos e refuzar. Atë ju lutem kush është që kryetar i shoqatës Papa Klementi 11 Albani kënë Suedi dhe zgjidhet nga ky kuvend Hysén Ibrahimi. Ju lutem me një ngritje dore. Është dikush kundrej? Adnani është kundrej. Dhe tani kush është që kryetar kurna? Edhe ti po mirë dyrt, po jo mirë ki, po jo me vend, po se ti e propozohet dhe po. Për Adnan Merocin, a mund të votojmë dikush që dënë? Edhe Hysén Ibrahimi është edhe... Po, dëmon, Adnani ka 3 vota, Hyséni... Po që këse Haxhi Bërgja këmarë, Haxhi Bërgja këmarë. A mund të konstatojme një aplauz që Hysén Ibrahimi... Atër si Masrenit, fjallin e ki kryetar dhe pastaj dhe të shkojmë të zgjedhim kryesin e gjerë. Tani fjalla është për ju, Hysén Ibrahimi, urdhroni. Ndërruar kryesi e punës, të ndërruar delegat këtij kuvendi, unë ju falenderoj për besimin e dhënë që të vazhdoj kryesi shoqatës dhe ju premtoj se do të jenë gjithmonë i hapur me juve, gjithmonë bashkëpunues. Gjithçka që ka është në interes të krijimtarisë tonë letrare, çështjes kombëtare, unë do të jem i gatshëm çdo herë me juve. Faleminderit shumë për besimin e dhënë, faleminderit për respekt për juve. E urime kryetar në emën të gjithë pjesëmarrësve të prit të mbara dhe Zotit të dha shëndet dhe gjithë mirat. Urime. Tash a do të shkuj me kryesi, nën kryetar, sekretar, a qysh? Na gjithmonë përpara kena zgjedh anëtarët e kryesisë gjithë. Edhe secili që propozohet është mirë mund të deklarua a pranon detyrën, ai kryen detyrat statutare që kërkohen. Pastaj është mandat gjithmonë i japet kryetarit për çatë çasoj kryesie, i cakton 9 kryetar, 2 sekretar, arkatarin e kështu me radhë. Që të në bërë stove, vazhdojnë atë mirë, a mund të dim sa anëtarë? Sprish punë, edhe 30. Teka sa... Ja, lesh tek me qenë numër është mirë. Për shkak vendimeve, kur të merren është mirë me qenë tek. A mund të propozohen njerëz që nuk janë që kanë një bagazh i madh shoqat, janë të njohur, janë poet, janë a mund ta kemë edhe drejt kështu. Në qoftë se meratohet kërkesa ime, ne po e zgjedhëm se jemi këtë, krejt, kurse i të letë kompetencë kryetarit, është në statut, ato që ka s'jum planifiku, me i koptu të tjerë të cilë vërtet kanë dëshmu edhe ishtë i në kryesin tarmë. Qofse i mendoni. Sepse na tash një propozu se kryetarin në tarmen, qofse meriton edhe dënë mu kyqaj, do të me folë me to. A në qofse propozujmë këtë, a e surt këtë, bëm kja se pranon. Ande kena pak problem këtë. Mirë po t'i letë kompetencë kryetarit, nga ku vende që në tarmen t'i kopton të gjithë të tjerë antarë kryesit të që tha me të drejt profesori, që kanë dhoni kontribut i jashtëzakonshëm, por që nuk janë sot këtë. Atëherë unë flas me ta, bisedoj me ta,
edhe në qofse ata e pranojnë, i koptojmë, edhe që s'kanë rregull. Kaq. Mas mirë të u skrytori ekipin e vetë në zhirë, më kom të mërmene që të në... Jo, antarë të kryesisë krejt. Antarë të kryesisë pasoj zhirë nën kryetarë, sekretarë, katare, kështu. Mirë, a mund të propozojmë në antarë të kryesisë, a duhet në qenë nona 11? 30, 35. Ja. Po. Numëri pa kufizum. Lutem. Dhe sa kontribon. Për që së mbajtës, i rutëm me shënoni aty kush propozohet. Po t'i propozoj 2 poete, një është Norvegji, edhe një është të Stokholmi, ato s'ka pas mundësi më ha, po në kryesi... Jo, e thamë në ato, Remzi, a bërnë kush nuk të prezent. Kryetari tha, jo, se nuk e dim, a e pranon, a se pranon, kështu që le të mbetën kompetencë e kryetarit... Pa 35 pa drejt më punë. Po prezent apo në... Po prezent po ato janë aktive, kanë botu libra, edhe kanë dëshimohet. Po një sëpë s'ka përdu? Ja, jam të ofurë me telefonin. Aha. Edhe një herë, profi, Hajde. Remzi, ti zgjidhë me na sot që ka jemi këtu, por të ardhmen tjerat besetoj. Andirë. Është kërë mbërot, se cilë që propozohet, deklaron e pranoj detyrën e i përgjigje me gjitha shtesave statutare. Po shkojmë me propozime, kush e donë fjallën për propozim. Hajde. Osman Ahmed Gjeka. Mirë. Sa është ja kështë lupi. Mirë, falemderit, të zhërë. Tjetër. E pranoj detyrën. Remzi Bosh. Bravo, e mira. Kryetar, veç pak, që ti në votim se cilën për se cilën. Ja, do të shkojmë në paketë. Në paketë do të shkojmë. Po tua? Po. Ha, do. Remzi? Po. Zonja Elhame Gjurevsi. Emine Hoti. Emine Hoti e propozim monu. Unë e kom një propozim në zacetën që shtash e vrejta, një grua shumë punëtore, një femër që në krenohet me këso femër aktiviste, njohura, dëshmume në zacete kushi. Një shënur. Tjetër, e urdhëra. Mursel Shkupullin, e propozon emrin Ismeti. Po në me zosë, se s'po më një kur gjë. Ismet Smojli e propozon Mursel Shkupullin. Mirë, Bari? Bari Zaneli propozon Abdyl Uke. Bari Zaneli propozon Abdyl Uke. Unë dëshiroj të propozoj neve në nevojit gjenerata e lejsh. Dhe në këtë në fjallës dëshiroj të propozoj Albinën. Shumë e qëllumë, është Albina shumë e të gjurë. Po shtu Isakun, ka një bagazh. Ja, një herë një. Këta grupë, po përzosh. Hajde, po. është grupë, Averdita Pornjaku, edhe zonjën që gjithmonë është aktiviste e dallume edhe se jeton në Rëgji, kufit nuk e kanë ndalu, të angazhohet, jetë me neve gjithmonë. Emine Hoti. Emine Hoti. Zonja Aferdita Hoti. Në më mund të propozove Albinen, Eminen edhe Aferditën. Edhe Isakun. Edhe Isakun. A më njaftoj? Mjaftoj. Shkojmë ka një. Mirë. A e të ndikush Isaka, po më në shmi shënu? Po më rritë. Ty t'ka shkruaj, hajti se që Aferdit. Tjetër, kush e dënë fjallin?
A kam drejtun me propozu? Po. Idris Gashin. Idris Gashin. Idrizin Mustaf Nuk e kem këtë, flason me ta. Mirë Idrizi e krejt, po s'podia, po thonë kush nuk o këtë shka. Jo, apo lejojmë këtë propozim ajo. Unë e flas me ta, qofse ma jap një mandatin në Kovendi. Unë flas me ta tjetë pastaj. Qofte të mbeti. Mirë, falenderit, Mustaf. Apo li? Unë kam propozim zonjën Violeta Hol. Unë e vetëm njës, po shkoj me grupë. Bajram? Unë propozoj atë butë atje. Se po drë që e bonana. Violetën, a? Violeta Hol. Po. Cilën e ke propozim? Apo dënë fizrin, apo dënë... Unë e propozu që ata. Ani që të tjena, Po. Ok. Gjebrieri. Kush e dënë fjallën? Nuk e tjetër? Mona jo një tu. U propozu Mona. Jo, po. Po një herë. U propozu e 4 tash. Po. Në rregull. Në një tjetër dikon. Faleminderit. Ki drejtën dikon tjetër. Legjena? Jo. Kene propozuve, apo? Kene propozuve. Nuk do. Isu Bajraktari. I mirë është, po. Faleminderit që jam i mirë, faleminderit për propozimin, unë I kisha lanë vendin një tjetër. Jo. Ka vend rrotën. Dëgjojmë 35 ka të. Dëgjojmë. Kam obligime tjera, jam Ane, antore kryesisë. Kurse për shoqatën unë do kontriboj edhe ndihmoj. Ndihma e mirë është kur ti është antore kryesisë. Shkruje I suba ja Po. propozon. Vërë leqa flas. U kry. Se vesëm nga kanë një. A di që ta të tha propozo. Kryetar tim ke thani ju. Në telefon ke A ke vëndën me propozu ti Adnanin ajo? A kifi e ka fjallën, bravo. Unë propozoj Adnanin. Shka e për marak në Adnanin më rrë. A brebu të reja për shtipu votot. Në recetë të recital këta lejnë. A je I knaqën Adnan? Po, gjithë. S'jam di shkyri me... S'jam di. Që durës e ka propozu? Hajde që a dhe vëmi të Hajde. Hajde, Apelita. E kam një vajnë shotë të di, se di jamë. Ty që bënë këshur? A bu dhe me propozu? Po. Ty. Po e di jamë në tanë? Jam vajzë dhe jam një A, ty po du me të propozu? Po. Se neve puna du të rini. Mos e këshu mami hesh, po Shqipem. po hesh, Shqipem. E mine, Feride, pranon postën antore të kryesisë? Qa buk me mos? Feride bjam një qysh. Elhamja ka një propozim, a u propozu ajo? Se nu aty? Po që jamë në maja? Feride Krasniqi, po. Elhamja? Tranzimi të shku me gjeneratën e re, unë I propozoj vajzën e Visirit. Ortën, a? Orta? Nepotizëm pak, po... Valloj s'mun është me babin. Mami mos pranë. Apo dhe me pranë? Apo dhe me kom? Pranu, se ka njëre kontrolon babin. Po, shumë gjithë kontrolon kjo. Da shtë kështu gjithë bashkëpunoj me ta. Apo, Orta Ibrahim. Orta edhe telefon të që na bakot. Kush dënë fjallën? Kush e dënë fjallën? Ke marrë dhe në një fjallën që të dhe një bon? Mustafa Kabashi? Mustafa I mirë. Shumë je mirë, por I shkëllqyë shumë. Ka organizuar sesionin shkëllqyër të Falkenberg në lidhen e dytë Prizrenit, në Prizren. Edhe ka qenë sesioni maj mirë. Maj mirë organizume
Jemi krenaria jonë, Mustafa. Ka bërë edhe një propozim? Bajram Kuka. Jo, e hinë tash, ja. Ja, kërë kjo, mos me lëshojna. Bajrami bashkë me Izmirun kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht me kamera, me incizime, shembull. Bajram e pranon? Qyshjo. Edhe me një libër ka del me një libër të ri Bajrami, po. Po, u dal me një vepër, u dal. Po. Bravo. E kena me promovu nëntor. Po kry. Kush e dhën fjalën? Rashid Gashin, një aktivist I dallum shumë, I cili nuk kem nevojë shumë me tregu aktivitetin e Rashidit. Edhe Në Bellazoni, po. Pa Rashidi nuk e vetë na e se nuk dën, mirë. Rashidi po. Në gjmies, s'po dan se po, pak më po, jo s'po dan. Atëherë e kisha folë Eduardina? Eduardin, po. I shkelqyshim... Eduard, a je për? Me kom? Bravo. Po tua? O krye, na do të rida? Eduard e të bëjtë, Eduard. Sa? Lanë të ridës, Eduard Krasnishi. Unë e do se Isak Minjokin Drejcën emrat që u propozojnë. Eshe në namna dhe shkështu namna të lushtë. Anë vë të bëllë. Eshe nuk të të Mona Jurik, propozot Nizasetja, propozot Shkupolli, Abduluka, Albina Ibrahimi, Afrodita Oti Bunjaku, Emine Hoti, Isak Bunjaku, Violeta Hoxha, Gjurije Kurteshi, Timoni, Isuf Baraktari, po a I thot, jo, po në ato në shkëllë. Propozon Gjure, Akifi propozon Adnanin, Afrodita Eduardin Krasniqin, Elhami propozon Arda Ibrahimin, propozot Mustaf Kabashi, propozot Bajram Muka, Rashid Gashi, Eduardin Mustafa Berisha? Kosovë. Jo, ja, unë në Kosovë shkëna, të tonë. Kërë është aktivitetet, kur t'jena në bashkë. A je për, nesë. O kry me neve bashkë. O kry? Qeveç pak Ismet ja ka fjallë. Ismet, kush ashtë të? Isen qeveç pak. Po. Jo, nisët. Hajde. Kompetenca kryesisë dhe kryetarit që ndonë për njerëz që nuk janë ty e ka dhënë kontribut të madh. Si shkrimtar, si kontribut. Mendimi. Ko bëja kemi lënë kompetencë. Edhe një, që të përgjën... Na, jemi dakord me monën edhe një për këzotria këtu që ka gruën. Ali Gjureci. Ali jashtë propozuar. Jo, s'është. Ska është bëgje që ata që merë kompetencat Hyseni. Po. Tu do të po propozu ata persona, ta me Hyseni mu marrë me ta. Jo. Po, që është të me mu marrë t'i vesh me ta, kur nuk e din, pa I propozu me ja. Dëgjo, me arkivat, e kemi librat i kemë krejt. E të gjitha ta që unë mendoj që ka dhënë një kontribut, sidomos ty për na mugojnë sponsorët, dhe Albert Jasharit, Robert Hoti, Halim Hoti, e tje mostrojnë, ata na mungojnë, ata do të me koptun kryesi, edhe pse s'kanë mujtë me arë. Por ato me që malat mujë kompetencë, unë e të flas me ta të gjithë, e ata që të pranojnë, unë në emër të kuvendit, I futëm liber, I regullojnë, edhe kjo. Përveç kësaj, kompetencë sekretare, pasaj kemi 7 grupe punuse I kemi ne. Komisionin redaktus, komisionin për lektorim, komisionin për sponsor, komisionin për organizimin e manifestimeve të ndryshme. Na duhen shumë njerëz të cilët do të jenë për komisionin kuadër shoqatës shkrimtarëve. Edhe aty do të ndahen disa njerëz. Prandaj, kjo është kompetencë sekretare
që unë muna me bashkëpunu, për shembull, se tash tazo muna më zgjedh dikon në kryetare, sekretar, po nëse s'muna unë me bashkëpunu, jo që s'muna, po nështë me mos muna është s'po muna me bashkëpunu, nështë që me atë nonën po. Me suvë s'muna, po që për shembull me Gjavit Resin po. Atë komunikimi është me rëndësishëm. Prandaj kjo është. Falënderoj. Që Gjavit Resin me pas kemi artista shpesh. Po, edhe Gjavitin po vesh është aktor ka qenë. Ve Bellozoni. Ve Bellozoni, po poshtë në shtenë. Po. Ve Bellozoni. Unë po t'i lexoj. Po, edhe Mustafa Berisha, po. Mustafa në sikisht. Mustafa Berisha. Ai të më nështu. Osman Ahmet Gjeka, Remzi Basha, Elhami Gjërepsi, Moni Uliku, Nezaçeti Osmani, Mursel Shkupolle, Abdi Luka, Albina Ibrahimi, Isak Bunjaku, Afridita Hoti, Bunjaku, Emine Hoti, Violeta Hoxha, Gjevrije Kurteshi Nimoni, Isu Bayraktari, Adnan Jetullahu, Eduard Krasniqi, Arta Ibrahimi, Mustafa Kabashi, Bayram Kuka, Rashid Gashi, Mustafa Berisha, Gjavit Reci dhe Billazoni. Po Ismeti po. Ismet Januzi. Unë e kam një propozim. Ka punu edhe në arsim shumë dhe është të Shaban Bekteshin. Shaban, në leve bashkë? Okej? Po, Shaban. Shaban Bekteshin, u kry. Ali Gjërepsi do të me hi. Po, na kemi propozuar. Po. Po na kishim zgjat. Ali Gjërepsi, po gjithçysh. Që po ma shumë po kontriboni jo peta një marke se na këtë. Edhe kur s'kemi mundësi më ardhë në mbledhje, përmes Teams, Sena, ka tjera ju? Njerë, që ta... A mund t'i votojmë kështu në paket krejt? Atër me një ngritje Vesh me edhe një. Po mungën, Bari Zeleli. Baria. Nuk është. Jo, s'është. Bari Zeleli. A mund t'i votojmë kështu me një ngritje dore të gjithë? A është dikush kundraj? Ju falenderi. Nën kryetare, sekretare, arkatar, të zhjithë... Unë e kry këto, ju në lajbroj nesra mas nesrë, njëfte. Mirë. E në shënë në media. Atëherë vjen pika 10, mbyllja e punimeve të kuvendit, nga kryetari i kryesisë së sapo zgjedhur, vjen Hisen Ibrahimi dhe fjalën e ke kryetari. Para se me mbyll, unë e kështu bos një fotografi dolëm, pastaj pe për mbyllë edhe kryet. A ki ide që shme... Po, kam ide, që ato tavolina do të po të... A be fola ju? Ja. Kene të lëmë tjo, kënë rejë, kënë rejë, ja krete. Atë vjetë o Gjedvar, ti do t'jesh antori jo një bashkë. Këpina nuk e djetarë në të, ashtë të do të bërti këtarë. Nuk e djetë asë njëherë. Gjënata kif, dhe shku o kif. Amun? Kanë ditë një, hajde. Hajde shumë, hajde të mirë. Hajde shumë. Se ti dikush ka fillu me kërëllë? Që ka fillu, që i atë... A tjetër? Tjetër mje urime. Kam në me në një. Ta di për ne. Respekt. Ta ndërat nonën, se ndeshon në potir me... Ta ndeshon. Respekt. Hajde, ako vedi karikom. Përbashta. Hajde përbashta. Gjithmonë bashkë.